Deri kur e kemi në plan, deri kur të arrim në përgjigjet sakt nga ana e drejtorit, atë mendoj. Edhe kisha një apel për gjithë kolegët tonë me vendime të na përkrahin nëse mendojnë se ne kemi të drejtë. Nëse mendojnë se s'kemi të drejtë, le mos na përkrahin. Edhe për motrën kryesore, do me thonë faleminderit për fjalët e saja, por presim diçka më. Po, e kemi formu, edhe e kemi arkivu çfarë kërkon të motra kryesore, kreti kemi rregullu, që tash mendojmë të shkojmë edhe te drejtori, ta dorëzojmë kërkesën. Pse ajo flet në emër drejtorit? Po atë edhe ne duam drejtorit flase, motra kryesore, okay, le të flet, ama ne duam nga drejtorit flas. Për çfarë arsye motra kryesore flet në emër drejtorit? Nësa kemi informacion në rrogë në shpinë të Rabat. Jo. Sa është rroga mesatare e një të kushtuar me kontratë? Rroga mesatare 20.430 diçka. A këta që janë në mëllë? Ato nuk e dim se cili ndryshime me pa. Edhe unë jam motër infermiere me fakultet, do me thonë e bëj punën e administratorit. Pse duhet ta bëjmë punën administrative kur unë duhet jem në urgjencë brenda në pranë paciente?